Atmosfera elektrizuese e netëve londineze zbret në Durrës. Welcome to Albania. And if it's your first time in Aqua, welcome to Aqua. Aqua u pushtua mbrëm nga qindra të rinj britanik të sapo mbritur në qytet, të cilët për të kaluar një natë të paharrueshme, kishin zgjedhur pikërisht ambientin magjik që ndodhet në zonën e Curilave. Energji verore rinore, adrenalin, hitet më in të momentit dhe 25 DJ që performuan në një natë pa mbarim. Aqua hapi kështu në formën më spektakolare, një sezon që pritet të jetë fantastik. Sonte kemi një eveniment me të vërtet jashtëzakonisht të rëndësishëm, jo vetëm për Aquan, por për gjithë Durrësin dhe për turizmin shqiptar në përgjithësi. Një kompani e huaj ka përzgjedhur 3 pika kryesore në qytetin e Durrësit për të bërë një event që nis nga 800 deri 1000 persona me parapërsi. Janë këtu për 3 net qëndrimi. Kanë zgjedhur ditën e parë pikërisht Aquan për të kaluar një super mbrëmje që do vazhdoj deri në orët e para të mëngjesit. Ky është vetëm fillimi i një epoke të madhe për Aquan dhe për gjithë qytetin e Durrësit në këtë sezon veror. Mes ritmeve të muzikës që krijuan vajbin e paharrueshëm të netëve verore, organizatorët nga Londra premtuan se do të rikthehen sërish. Kjo është hera jonë e parë në Shqipëri. Kemi bërë evente të ngjashme në vende të tjera më parë, por këtë herë zgjodhëm Shqipërinë, që të rinjtë tanë të shijojnë diellin, kulturën dhe njerëzit. Vendi juaj është destinacion mjaft i preferuar për momentin. Shumë britanik po vinë dhe duan ta eksplorojnë. Patjetër që do të rikthehemi këtu dhe do të rishihemi. Ambientet e Aquas të përshtatura për të përcjellë tek të huajt atmosferën e klubeve londineze të natës, ishin magjia e mbrëmjes për shumë prej të pranishmëve. Është një restorant shumë i bukur, energjia është fantastike, vibe që përcjell është super, po kalojmë mjaft mirë. Po kalojmë 3 ditë fantastike këtu. Energjia sonte është e paimagjinueshme. Sezoni veror i këtij viti premton shumë për kryeqytetin shqiptar të turizmit, për grupe të rinj nga vende të ndryshme të Evropës, ndalesa e tyre në Aqua, për të darkuar apo festuar, pritet të jetë përmbyllja më e bukur e ditëve të pushimit. Ky vit pritet me të vërtetë një sezon i madh. Kompani të ndryshme na kanë kontaktuar për të organizuar evente të ndryshme për gjithë sezonin veror dhe jo vetëm, edhe për gjatë sezonit veror. Kjo do të thotë një arritje shumë e madhe për Shqipërinë në tërësi, edhe për ne si Aqua që jemi pika kryesore e nisjes për qytetin e Durrësit. Adrenalina dhe vajbi rinor sapo ka nisur. Aqua po ju pret për t'i dhënë netëve verore magjinë e dëshiruar.